Jemi kthyer pas kësaj shkëputje publicitare dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë akoma tek fushata zgjedhore, duke qenë se kanë mbetur më pak se një javë kur liderët e partive politike duhet që t'i bindin qytetarët për votën për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Do të analizojmë premtimet që po i japin e po ashtu mbi atë se kush po e dominon këtë fushat. Në këtë pjesë kemi të ftuar njohësin e zhvillimeve politike Artan Alia e Miserde. Mirita. E po ashtu në një linjë të drejt për drejt, kemi edhe Arton Muagjerin. Muagjeri, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për pjesën, përshëndetje për ju dhe shikuesit. Me qenë se ju kemi në një lidhje direkte, komunikimi sigurisht është pak më i vështirë se sa kur ju kemi në studio, po ju japim përparësi këtu dhe si po e sheh deri më tani fushatën, duke qenë se kanë kaluar një javë, deri diku i kemi dëgjuar partitë politike, si ke parë? Në fakt nuk po duket shumë fushat entuziaste në krahasim me zgjedhjet e nënshkurtit. Për të gjitha partitë pa përjashtim, kjo ndonë se për shkak se kemi kaluar një vit të vështirë në të gjitha situatat që kemi kaluar, qoftë edhe me 4 parë zgjedhje që kishte rëfimia, shumë qytete kanë pasur balotazhin, pa zgjedhjet e katërta, tash do bibin zgjedhjet e katërta, dhe natyrisht është tepërt, ndeti me që është problem 4 herë në vit, lemon me dalë me votu për diçka që ti e ke dhënë votën një herë, e ke dhënë besimin një herë dhe prapë për shkak të një papërgjegjësie të partive politike, në veçanti nga partia e parë, e cila dështoi ta krijojë institucionet të Republikës së Kosovës, qoftë kuvendin, qoftë qeverinë e Kosovës, ne po detyrohemi të shkojmë në zgjedhje për shkak se nuk pati interesim as vullnet. Prandaj unë konsideroj që po kemi një fushat që jo entuziaste ka se me zgjedhjet e nënshkurtit, dhe kjo po ndodh për shkak se qytetarët kanë lodhur dhe kanë pregat e tyre, kanë problemet e tyre. Këtu shtoja asaj që zgjedhjet kanë rënë në kohë të festas, 28 dhjetori është përmej shumë afër ndrimit të votëve, dhe natyrisht qytetarët kanë edhe angazhime tjera, dhe hallet tjera, kanë borxhe, kanë 100.000 probleme të tyre dhe nuk kanë kohë të merren me parti politike dhe me fushata zgjedhore, të cilat në histori normale nuk do duhet të mbaheshin, për shkak se tashmë institucionet ish dash të jenë të krijuara dhe kuvend ka pas mundësi të krijohet, qeveria të krijohet, por megjithatë ka pas teket partitë politike që ato nuk i kanë krijuar. Qartë. Zotëria Alia, si po e shihni ju partitë politike? Duket se premtimet nuk kanë shumë dallime me ato të shkurtit. Po nuk kanë shumë dallime, nuk kanë ndodhur asgjë prej shkurtit deri tash, kështu që është pak koha shkurt, nuk patëm kohë. Megjithatë, diçka që po vrem edhe ne si moderator nga të ftuarit, ish deputetët thonë se ka entuziazëm, po shohim se ka entuziazëm. Në anën tjetër njohësit e çështjeve politike po thonë se nuk ka entuziazëm. Po është normale. Edhe Muagjeri tha se edhe ndeti më na çu 4 herë është pak problematike. Është normale që kandidatët do të thonë që ka entuziazëm, pasi që ata duan t'i thrasin votuesit të votojnë për ta. Kusht realitetin e vajo na ne si shikues të pavarur nga anash mund të flasim ndryshe. Ajo që shohim është një lodhje jo vetëm me qytetarit, mirë po edhe vetë partive politike. Unë dua ta marr shembull, ndoshta dje isha në Prizren, edhe mjaft mëra me u shetit rrugëve të qytetit, askund s'pash asnjë shenjë që ka fushat zgjedhore. Do thotë është një farë treguesi i qartë që edhe sa i përket resurseve, ndoshta partitë politike janë lodhur. Vetëm një sekondë, Alia, më fal që po të ndërpres. Muagjeri, nëse mundesh lutem prej kudo që po na dëgjon t'ja ndalesh zërin, sepse po dëgjohet edhe këtu pastaj në studio. Më fal që të ndërpres. Kështu që siç po thoja, kemi një lodhje normale, është shumë normale, jo vetëm të qytetarit, mirë po edhe vetë partive politike. Platformat të cilat ata po i prezantojnë normalisht që ndoshta është shumë e parafort me atë që kanë prezantuar edhe në shkurt, pasi që nuk kemi pas ndonjë qeverisje, dhe është e pritshme që kryesisht shumica ose pjesa më e madhe e platformave politike të tyre do të jetë e njëjta. Ajo që kemi pa është ndoshta që kemi pa pak më shumë ndoshta precizitet partive politike sa i përket premtimeve tyre elektorale. Ndoshta një numër të premtimeve të disa partive opozitare, ndoshta tash i shohim që janë të ngjashme me ato që deri dje ishin populiste për dikën tjetër. E ke fjalën këtu për rritjen e pagave? Po pikërisht jemi gjatë tërë këtij viti është sulmuar çdo gjë që ka pas të bëjë me të mirën publike. Çdo gjë e mirë publike është quajtur populizëm. Dhe vjen mirë që tash shoh që edhe partitë tjera politike po bazohen shumë
edhe në të mirën publike. Ajo që ndoshta nuk mund dallohet shumë është se cila është partia djathtë e cila është partia majt, po ashtu thamë që gjitha po mirë me mirëqenien sociale të qytetarit. Kështu që nuk ka ndonjë vit të madhe dallimi ideologjik të partive. Ndoshta këtu vjen në lojë edhe ajo puna që partitë politike po bëjnë edhe koalicione jo të natyrshme ideologjike, pasi që kemi pa shumë të tilla, qoftë nga Lëvizja Vendosje, qoftë nga PDK, qoftë nga LDK. Kështu që ajo që shihet është që ka një lodhje, mirë po mendoj që mbase dalja në zgjedhje nuk do të jetë aq e ulët, mbase dalja në zgjedhje do të rritet edhe me prezencën e diasporës në vend. Ndoshta ende s'po shohim shumë vetura me targat huaja, mirë po si duket veç kanë filluar të vinë. Kështu që ndoshta edhe numri i daljes në zgjedhje do të jetë më i madh se në zgjedhjet paraprake. A mund ta bëj diaspora diferencën, ndoshta në rezultatin përfundimtar, për të kaluar më pas edhe tek Muhaxhiri? Mendoj që po, të e marrë parasysh që është një numër shumë i madh i qytetarëve tanë që jetojnë në diasporë, dhe në kohë fund viti një numër i madh i tyre dhe vinë në vizitë fizike në vend. Po ashtu kemi pa që ka pas aplikime edhe përmes postës edhe votimet në konzulatat tona në Evropë. Kështu që mendoj që mbasi edhe pritshmëritë më të mëdha të vetëvendosjes janë që diaspora do të vinin në masë të madhe. Por diasporën në fakt po bëjnë betejë gjitha partitë. Është normal që bëjnë gjitha partitë. Njerë u krijua një zhurmë sepse por rastis data tjetë në kohën kur diaspora është më prezente në Kosovë. Është bërë zhurmë e madhe rreth diasporës, një masë e madhe njerëzve që kanë qenë kritik të diasporës, kanë kritikuar diasporën vetëm për shkak të zgjedhjeve të tyre politike, jo për diçka tjetër. Kështu që është shumë jo e drejtë që të sulmohet një masë aq e madhe e qytetarëve vetëm pse kanë një bindje të caktuar politike. Dhe thash, sidomos këtë vit, gjitha partitë i kanë japë rëndësi të madhe diasporës, kemi pa aktivitete gjithandej gjatë tërë vitit. Do të priten vota edhe nga partitë tjera normalisht. Mirë po nëse bazohemi në të kaluarës, trendi anon ka lëvizjeve vendosje dhe me drejt ndoshta ata presin që do të kenë spaku ruajtje të votës aktuale. Mirë po prap mbetet të shihet se sa do të ndikojë ardhja e tyre në daljen e përgjithshme në zgjedhje, pasi që ajo pastaj do të vendosë edhe pragun zgjedhor, pastaj do të vendosë edhe ndarjen e mandateve, kështu që është shumë e rëndësishme të shohim edhe cila do të jetë dalja totale në zgjedhje. Qartë. Muhaxhiri, gjatë deklaratave të ditëve të fundit, kemi parë ndoshta një disponim të partive të ish opozitës për të bërë bashkë kundër, po them, lëvizjes vetëvendosje. E kishim këtu para pak minutash në studio edhe ish deputetin Ajt Asani, i cili tha se për ne nuk është e rëndësishme nëse PDK-ja do t'i fitojë zgjedhjet apo jo, e rëndësishme është që t'i bëjmë 61 numra pas zgjedhjeve me partitë e ish opozitës. Dhe ju u trajtuam duke sikur diaspora partitë kompozitore e kanë bërë problem doqë që se të votë për shkak diasporës. Unë nuk e mendoj kështu, sepse nuk është kështu. Ato partitë kompozitore për datën 28 dhjetor e kanë bërë për shkak se siguria për votën është e cenueshme. Për faktin se nuk ka asnjë turuz ndërkombëtar, edhe për faktin se janë para festave të fundvitit dhe natyrisht gjithçka mund ndodhë, për ndryshe, ne nuk mund të themi që diaspora është pronë e vetëvendosjes. Diaspora është e të gjithë neve, e të gjithë partive politike, sepse janë familjarë tanë. Personalisht kam një shumë të afër të diasporë, dhe ne nuk mund t'i etiketojmë sikur ata janë pronë e vetëvendosjes. Jo, ata janë qytetarët e Kosovës që përkohësisht kanë migruar nga diasporë. Andaj nuk duhet. Sigurisht diaspora është e shpërndar tek secila parti, megjithatë ajo që na ka treguar e kaluar është se pjesa më e madhe kanë qenë koncentruar për divizion vetëvendosje dhe në këtë u bazua edhe Alia kur Në fakt, zgjedhjet lokale kanë treguar të kundërtën. Edhe zgjedhjet e shkurtit kanë treguar diçka ndryshe sepse ka rrënjën të vetëvendosjes në diasporë. Këtu zgjedhjet e 28 dhjetorit do të bindemi, secili prej ne do të bindemi që rënja e vetëvendosjes në diasporë e ka marrë të pozën dhe është e pakthim, edhe në diasporë, por edhe në Kosovë. Prandaj, ajo që unë e vreta si detaj që nuk pëlqej që sikur po i bëni
të fiksuar në partitë opozitare që po vjen diaspora. Jo, ata kanë problemin tjetër. Unë mendoj se kanë problemin e sigurisë së votës. Ata reaguan kur data rastisit ishte dhe në bazë të kësaj më pas edhe krijuan mendime të Trimagiri. Sa, unë të tregoj për çka kanë reaguar për fatin se kur u kërkua që të bëshin edhe disa vende në mënyrë që të lehtësohet mënyra se si ata votojnë për shkak të konsullatave që shumë mërgjimtar jetojnë në zona më pak më periferike dhe më pas duhet shkojnë diku me 300-400 kilometra larg për të dhënë votën e tyre, pati parti politike të cilët edhe u ankuan në PZAP, duke kundërshtuar një vendim të tillë. Sepse në KSZ s'ka një rregullore se si duhet votojë diaspora. Dhe nuk mund është të miqu kutitë e votimit në kafe e në sallat dasmave e kodadion. Prandaj është penguar proces, jo për të dëmtuar diasporën, por për shkak se është e pakulturshme me votu dikush në sallë dasmave edhe çapo ditë në lokale çuditshme edhe pasigurta. Kjo ka qenë kundërshtimi tyre, por natyrisht propaganda dhe vendosjes e ka përkthyer sikur partitë opozitare po kanë thënë nga diaspora. Jo, se të gjithë ne kemi njerëz në diasporë, të gjithë ata kanë kush ka mundësi ka marrë me votu dhe kështu dikush ka votuar me postë, dikush me vjen personalisht voton dhe kjo është situata, por nuk mund ta etiketojmë vetë diasporën si vot a priori vetë vendosje, se nuk është ashtu. Zgjedhjet e fundit lokale kanë dëshmuar se DK-ja ka fituar më shumë në diasporë se sa ka dalë partia e parë, vetë vendosja ka dalë e dyta. Prandaj po mendoj se po gutemi ka kur të japim do opinione sikur të pa gjykuara për situatën ku ndodhemi tani. Alia, para se të dalim ndoshta edhe tek bashkëpunimi i mundshëm apo bashkimi ish opozitës kundër Kurtit apo lëvizjes vetëvendosje, ke diçka mbi këtë që thotë edhe Muhaxhiri që nuk ka qenë kundërshtimi tek koncentrimi i votës së diasporës tek lëvizja vetëvendosje, por mbi atë se mbikëqyrja do të jetë më e pak në krahasim nëse do të mbaheshin kur nuk janë festat e fundvitit. Ashtu ka pretenduar opozita, mirë po nuk është fakt që do të ketë mbikëqyrje më të paktë, nuk është fakt që do të ketë asnjë numër më të vogël të vëzhguesve në krahasim me proceset tjera zgjidhore. Ajo që tham për diasporën është diçka që është fol tash, jo vetëm këtë vit, mirë po edhe para zgjedhjeve të fundit të shkurtit. Edhe thash janë numra shumë konkret, nëse nuk gabohem 57% e votës diasporës të zgjedhjeve në shkurtit kanë qenë të lëvizjes vendosje, kështu që duke u nisur në fakte konkrete, analizë shumë thjeshtë të pavarur, vjen në përfundimin që mbase partitë opozitare mendojnë ose hamendsojnë që ndoshta një numër më i madh votuesve do të shkojë në lëvizjen vendosje. Kështu që ky është trendi me cilin ne duhet të miremi. Është fakt që në zgjedhjet po ashtu në zgjedhjet lokale ndoshta lëvizja vendosje nuk ka marrë më të madh të votave. Mirë po aty kemi pa edhe se sa ka qenë numri interesuar për zgjedhjet lokale. Dallimi mes votave që pjesëmarrësve në zgjedhjet lokale me atë në zgjedhjet qendrore është 3 fish, kështu që nuk mund të bëhet një paralele e tillë. Unë mund të flas ashtu si shoh thash se gjërat nga aspekti objektiv, tash secila anë e ka pikpamjen e tyre dhe respektoj çdo mendim alternativ normal. Pati zoti Ali, pati kur jemi tek diaspora para se të kalojmë tek çështje tjera. Pati edhe shumë në fakt si çdo proces zgjedhor kur vije në pyetje diaspora, ka mendime të kundërta edhe nga qytetarët, edhe nga personat publik, lidhur me atë nëse diaspora i kupton mjaftueshëm mirë problematikat. Madje para pak ditësh pash diku edhe një mendim të një mërgjimtari i cili kishte thënë se nuk mund të vi, meqense edhe të votoj, gjykoj drejt situatat e një vendi ku nuk ballafaqohem me përditshmërinë dhe rutinën, dhe kësaj krijohet shpeshherë debat në rast se diaspora gjykon drejt në mënyrën se si voton më pas në Kosovë. Po mirë, nëse ai zotëri ka deklaruar ashtu është shumë normale që edhe mos votojë, edhe mos merr pjesë në zgjedhje. Mendoj që tash jetojnë edhe... Mirë, po nuk mohuar e drejta në përgjithësi. Absolutisht, çdo qytetar i këtij vendi që është shtetas i këtij vendi dhe është taksapaguesi i këtij vendi është obligimi joni që t'ia ofrojë mundësinë të votojë. Dhe mendoj që
gjitha mundësit janë ofruar diasporës që të votojnë, qoftë përmes postës, qoftë përmes konsulatave, qoftë përmes edhe pse jo udhëtimit në vendin e tyre, kështu që ndoshta në këtë formë diaspora ka më shumë mundësi votimi se sa ne këtu që jemi. A një mirë diaspora proceset, ndoshta edhe ajo është pyetje tjetër, nuk mund them nëse ata i njohin ose jo. Nëse duan t'i njohin, ka mundësi, thash, jetojmë në kohën e teknologjisë tashmë dhe unë vetë në 8 vitet e fundit në prill të këtij viti jam këtu në Kosovë, edhe e di që kam qenë në ngjarje me aktualitetin politik në vend, pasi që kam mund t'i përcjell qoftë mediat kudo që kam qenë nëpër botë, qoftë kontakte tjera, do thot, nuk është që e ke një mur para dhe nuk e di se çka ndodh në Kosovë. Ajo është paragjykim, mendoj, po pa marrë parasysh tash çdo qytetar që ndin veten qytetar të Kosovës, edhe dim që numri më i madh i diasporës edhe pagun edhe tatime të rregulla në vend. Do thot, nuk janë vetëm qytetar, mirë po janë edhe tatim pagus, kontribus të buxhetit. Mos flasim për gjitha ato fonde që vinë në forma tjera në vendin tonë, kështu që kontributi i tyre nuk mund ta anshkalohet. Po, bashkëpunimin e partive pas zgjedhjeve, po e shohim një entuziazëm ndoshta të ish opozitës për të bashkëpunuar, mirë po kanë qëndrime të prera për të mos bashkëpunuar me lëvizjen vetëvendosje. Që nëse vazhdojnë të bëjnë këto qëndrime, i bie që nëse vetëvendosja dëshiron të jetë në pushtet, do duhet të fitoj mbi 50% për ta pasur pushtetin e vetme, në anën tjetër partitë e tjera nuk po pranojnë të bashkëpunojnë. Po mendoj që në këtë stad të fushatës është normale që partitë opozitare të pretendojnë që do të jenë ato që do të themelojnë qeverinë dhe jo lëvizja vendosje dhe nuk do të shkojnë me të. Mirë po mbetet të shit pas procesit zgjedhor se si do të jetë disponibil me bazë të numrave që do t'i shohim. Thamë që para zgjedhjeve ne gjithë mund të kemi dëshira, mirë për momentin kur mbahen zgjedhjet dhe dalin numrat konkret të përqindjeve të fituara nga partitë politike, pastaj koalicioni ose qeverisja bëhet varësisht numrave dhe mundësive që i ke jo varësisht dëshirave. Kështu që dëshirat tash janë të qarta, dëshirat e partive kryesore opozitare që të bashkohen dhe të krijojnë një qeveri pa lëvizjen vendosje. Në anën tjetër, lëvizja vendosje duket që tash është pak më relaksuar edhe në retorikën e tyre politike dhe në gjuhën që po përdorin gjatë fushatës, mbasi do të jenë edhe ata më të hapur, pasi që dim që kanë qenë mjaft të limituar edhe ata vetvetiu pas zgjedhjeve të nënshkurtit, duke qenë shumë selektiv se me këtë do të bënin koalicion dhe me kë jo. Po shihni një frymë tjetër gjatë fushatës? Po frima është pak tjetër, mirë po jo detyrimisht diçka ndryshe. Mendoj që Bedri Hamza edhe para zgjedhjeve të nënshkurtit gjatë tërë kohës ka thënë që nuk ka vijat kuqe, siç i quajnë ata. Mirë po në momentin e përfundimit të zgjedhjeve ai duli dhe tha që nuk kanë vot për lëvizjen vendosje, kështu që fakti që tash e thot njëjta nuk do thotë që do ta ketë këtë qëndrim edhe pas 28 dhjetor. Muhaxheri? Në fakt duke si kur një ndryshim i burtë të vetëvendosjes me artikulimin e mesazhit të tyre politik, por megjithatë të gjitha këto që po e shohim një tjetër vetëvendosje janë masa të përkohshme të asaj partie politike për ta maksimalizuar votin e saj për zgjedhjen e 28 dhjetorit. Sepse në momentin që do të përfundojnë zgjedhjet, ata do të kthehen në origjinë, sepse aty ndihen mirë. Aty janë vetvetja dhe prandaj kjo vetëm është një masë që ata kanë marrë për të marrë më shumë vota nga qytetarët e Republikës së Kosovës, e cila po besoj që qytetarët janë kaq të kujdesshëm dhe të vetëdijshëm saqë nuk mund të pi ujë kjo lloj maske të cilën tashmë ata kanë vendosur vetëm sa një për të zgjedhje. Ju kujtoj një deklaratë të zotit Konjufca, i cili një informë ose tjetër i varrosi partitë ish opozitare, sepse ta do t'ju bëjnë tokë të zezë. Kjo është një gjuhë po aq e ngjashme sikur hajvani që pa përmend Kurti në shkurt. Prandaj këta sikur habiten kohë pas kohë dhe kthehen në origjinë, sepse aktualisht janë në rolin e tyre të një subjekti që kanë ndryshuar, por në fakt kjo është vetëm rrallë, sepse origjina e tyre dihet ku është, aty ku e tha Gjaruku, dhe aty ku e ka dhënë edhe vetë zoti Kurti fjalët e tij agresive dhe të rënda ndaj partive ish opozitare. Unë nuk i besoj këtij ndryshimi, prandaj konsideroj që partitë ish opozitare kanë mundësi, sepse rezultati do të jetë i tillë sipas gjykimit tim, që të mund të krijojnë qeveri edhe pa vetëvendosjen pjesë e asaj qeverie, sepse do të kenë vota mjaftueshëm
për ta bërë qeverinë, sipas natyrisht gjithmonë sipas gjykimit tim dhe situatës që unë e nuhas edhe situatës politike, por edhe ju besoni se pas zgjedhjeve do të kemi një qeveri të ish opozitës? Jam i bindur se do ndodhë kjo gjë. Rezultati do ta vërtetoj që kryeministri Albin Kurti s'do të jetë më asnjëherë kryeministri i Kosovës, ashtu siç edhe do ta ketë mundësi partitë opozitare për ta bërë qeverinë pas 28 dhjetorit. Po pse e ka që bindur Muhaxheri, duke qenë se në politikë gjithçka është e mundur, gjërat ndryshojnë ndoshta edhe brenda ditës? Në fakt, gjithë këto 5 vite që kanë kaluar në qeverisjen e zotit Kurti janë mjaftueshme për të kuptuar që qytetarët e Republikës së Kosovës tashmë po e kuptojnë se edhe një mandat për zotin Kurtin do të jetë tërë e zi për Kosovën. Dhe ata nuk janë të gatshëm qytetarët e Republikës së Kosovës të japin edhe një mundësi Kurtit për ta shkakitur këtë proces. Por se e bën këtë zotëri Muhaxheri ndjehet që po ndërpres. Mirë po, nga zgjedhjet e shkurtit nuk është se kanë kaluar shumë muaj, 9 muaj, edhe vetë ju, kur po them ju e kanë fjalën për njohësit e zhvillimeve politike në përgjithësi, kanë spekuluar që rezultati mund të jetë i ngjajshëm me ulje ngritje të ndonjë partie. Në zgjedhjet e shkurtit, qytetarët sërish të zgjodhen vetëvendosin si partinë e parë, duke vendosur ndoshta me numër pak më të vogël të votave, megjithatë fituese e zgjedhjeve e para u rendit lëvizja vetëvendosje. Nëse gjitha këto, cilat ju po i përmendni dhe qytetarët janë koshient për to, pse nuk reflektuan në shkurt atëherë? Në fakt, ne nuk po e themi, nuk po i randisim partitë politike. Ne nuk po e dim kur del e para dhe dyta, sepse siç ka thënë zoti Kurti, kjo nuk është një garë automobilistike dhe u pajtona matën. Prandaj po them që partitë ish opozitare i kanë të gjitha mundësitë për ta bërë qeverinë me ardhmën pas datës 28 dhjetor, sepse unë pres dhe jam i bindur që do të ketë rritje në partitë opozitare dhe ish opozitare dhe ndërkohë rënje partia që do të thëjë, rënje do të jetë partia vetëvendosje. Prandaj, nga do të ndonë shkurdeme tash është një kohë mjaftueshme për të kuptuar qytetarët e Republikës së Kosovës kush e ka bllokuar situatin në Kosovë, kush ka bllokuar rikrimin e institucioneve të Republikës së Kosovës, kush i pak tek drejnatet për ta vendosur qytetarin edhe një herë në zgjedhje, sepse unë konsideroj që dalja në këto zgjedhje është një ndëshkim i vetëvendosjes që po ta bëjnë qytetarët për faktin se nuk e votuan për 50% në datën me zgjedhjen e nënshkurtit. Prandaj qytetari është aq i vetëdijshëm sa që ti më lexo kësaj dhe prandaj unë besoj që s'do të ketë qeveri Kurti të dhe nuk do të jetë kryeministër, sikur që e besoj në anën tjetër që do ta kemi një qeveri të opozitës, partive opozitare. Qartë, Muhaxheri. Alia? Sepse e pash edhe gjatë kohës sa po fliste Muhaxheri, po e kundërshtuat një farë mënyrë me gjuhën e trupit atë. Jo, nuk është që e kundërshtoj, është legjitime pretendimet opozitare që kështu do të jetë rezultati, se kështu duhet të shkojë procesi, është legjitime. Unë e komentoj aktualitetin bazë të analizës politike. Megjithatë, ndoshta edhe si çështje të fundit, do të votohet në bazë të premtimeve që po ipen apo në bazë të zhgënjimeve dhe gjitha rrethonave që kemi pasur të kaluara? Dhe një fakt ndërlidhur me parafolsin është që qysh prej nënshkurtit opozita ka pas mundësi që të themeloj qeverinë, nuk ka ndeshur. Dhe tash pas zgjedhjeve të 28 shkurtit nuk do të mjafton vetëm formimi i qeverisë. Hapi i parë unë mendoj që pas këtij procesi zgjedhor do të jetë përveç konstituimit të kuvendit do të jetë zgjedhja presidentit. Zgjedhja presidentit nuk mjafton me 61 vota. Kështu që sa i përket zgjedhjes së qeverisë ose zgjedhjes së kryeministit të ri të vendit, opozita ka mund ta bëjë qysh në prill të këtij viti, por nuk ka dashur. Kështu që nuk ka qenë edhe fakti që ata nuk kanë pas mundësi ose diçka tjetër, nuk kanë dashur ta marrin përgjegjësinë për një periudhë tranzitore. Kështu që kjo ka qenë fakti. Mendoj që edhe shpresoj që qytetarit do të votojnë bazë të temave, jo në bazë të diçka tjetër. Mendoj që gjitha partitë politike në një farë forme po japin premtime konkrete dhe shpresoj që qytetarit do të arrijë që t'i marrë ato mesazhe. Thash që ndoshta fushata kësaj here po bazohet kryesisht në mediat sociale dhe me këto tubime publike, s'kam pa ndonjë aktivitet të madh sa i përket komunikimit direkt me votuesin. Ndoshta gjatë javës do të shohim më shumë, mirë po thash që ajo që kemi pa në ditët e para është që kemi një anemi të madhe, qoftë sa i përket votuesve, ndoshta mirë po të njëjtën kohë dhe sa i përket vetë partive politike. Mbetet të shihet prapë rezultati, thash.
sfida këtë herë nuk do të jetë vetëm krimi i qeverisë, mirë po automatikisht duhet të zgjedhet presidenti i vendit. Sepse në të kundërtën sigurisht do të na çonte edhe një palë zgjedhje pastaj në prill, pra. Po sigurisht. Sigurisht do të analizojmë, do të kemi edhe disa ditë kohë deri në përfundimin e kësaj fushate dhe të dielën sigurisht i kemi zgjedhjet. Muhaxheri, dua të falenderoj shumë që ishe në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit gjithmonë Nasi, faleminderit shumë. Asi edhe për ne, Alia, faleminderit shumë që ishe. Faleminderit juve. Faleminderit shumë edhe një herë për kohën, ndërkaq